Data 18 korrik. Gjyqtarët, kapitulli i parë. Mbas vdekjes së Jozueut, bijtë e Izraelit konsultuan Zotin duke thënë: Kush prej nesh ka për të vajtur i pari të luftoj kundër Kanaanejve? Zoti ju përgjigj: Do të shkoj Juda. Ja vendin e kam dhënë në duart e tij. Atëherë Juda i tha Simeonit, vëllait të tij: Eja me mua në vendin që më ra me short dhe do të luftojmë kundër Kanaanejve. Pastaj edhe unë do të vi në vendin që të ra ty me short. Dhe Simeoni u nis me të. Juda shkoi pra dhe Zoti u la në dorë Kanaanejt dhe Perezejt, dhe në Bezek vran 10.000 burra. Dhe në Bezek gjetën Adoni Bezekun dhe e sulmuan, mundën Kanaanejt dhe Perezejt. Adoni Bezeku ja mbathi, por ata e ndoqën, e zun dhe i preng gishtrin dhe mëdhenj të duarve dhe të këmbëve. Atëherë Adoni Bezeku tha: 70 mbretër me gishtrin dhe mëdhenj të duarve dhe të këmbëve të prerë mblidhin ato që mbeteshin në tryezën time. Perëndia më ktheu ata që kam bërë. E quan pastaj në Jeruzalem ku vdiq. Bijtë e Judës sulmuan Jeruzalemin dhe e morën, i vran me shpatë banorët e tij dhe i vun flakën qytetit. Pastaj bijtë e Judës zbritën të luftojnë Kanaanejt që banonin në krahinën malore në Negev dhe në ultësirë. Juda marshoi pastaj kundër Kanaanejve që banonin në Hebron, emri të cilit më parë ishte Kirjath Arba, dhe mundi Sheshain, Ahimanin dhe Talmanin. Që këtej marshoi kundër banorëve të Debirit, që më parë quhej Kirjath Sefer. Atëherë Kalebi tha: Ati që do të sulmoj Kirjath Seferin dhe do ta shtjerë në dorë, unë do t'i jap për grua bien time Aksah. E pushtoi Othnieli, biri i Kenazit, vëllai i vogël i Kalebit, dhe ky i dha për grua bien e tij Aksah. Kur ajo erdhi të banoj me të, e bindi t'i kërkoi të atit të saj një fush. Sapo ajo zbriti nga gomari, Kalebi e pyeti: Çfarë kërkon? Ajo u përgjigj: Më bëj një dhuratë me qenë se ti më dhe toka në Negev, më jep edhe disa burime ujore. Atëherë ai i dhuroi burimet e sipërme dhe ato të poshtme. Atëherë bijtë e Keneos, vjerrit të Mojsiut, shkuan nga qyteti i palmeve bashkë me bijtë e Judës në shkretëtirën e Judës që ndodhet në Negev, afër Aradit. Shkuan dhe u vendosën midis popullit. Pastaj Juda u nis bashkë me vëllain e tij Simeon dhe mundi Kanaanejt që banonin në Cefath dhe vendosën shfarosjen e tyre. Për këtë arsye qyteti u quajt Hormah. Juda mori dhe Gazën me territorin e saj, Askalonin me territorin e tij dhe Ekronin me territorin e tij. Kështu Zoti mbajti anën e Judës që doboi banorët e krahinës malore, por nuk mundi të doboi banorët e fushës sepse kishin qerre të hekurta. Pastaj i dhan Hebronin Kalebit, ashtu si i kishte thënë Mojsiu, dhe ai doboi 3 bijtë e Anakut. Bijtë e Benjaminit nuk arritën t'i dobojnë Jebusejt që banonin në Jeruzalem. Kështu Jebusejt kanë banuar bashkë me bijtë e Benjaminit në Jeruzalem deri në ditën e sotme. Edhe shtëpia e Jozefit u ngrit gjithashtu kundër Bethelit dhe Zoti që me ta. Shtëpia e Jozefit dërgoi njerëz për të vëzhguar në Bethel, qytet që më parë quhej Luz. Zbuluesit pa një burr që dilte nga qyteti dhe i thanë: Tregona rrugën për të hyrë në qytet dhe ne do të tregojmë të mëshirshëm me ty. Ai u tregoi rrugën për të hyrë në qytet dhe ata i vranë me shpatë banorët e qytetit, por e lanë të shkojë atë burr me gjithë familjen e tij. Ai shkoi në vendin e Hiteve dhe ndërtoi aty një qytet që ai quajti Luz, emër që mban edhe sot e kësaj dite. Manasi përkundrazi nuk i doboi banorët e Beth-Sheanit dhe të fshatrave të tij kufitar, as banorët e Tanakut dhe të fshatrave të tij kufitar, as banorët e Dorit dhe të fshatrave të tij kufitar, as banorët e Ibleamit dhe të fshatrave të tij kufitar, as banorët e Megidos dhe të fshatrave të tij kufitar, sepse Kananejt ishin vendosur të qëndronin atë vend. Më vonë kur Izraeli u bë i fortë, i nënshtroi Kananejt dhe i bëri sklever, por nuk i doboi krejt. As Efraimi nuk i doboi Kananejt që banonin në Gezer, kështu Kananejt banuan në Gezer në mes të tyre. As Zabuloni nuk i doboi banorët e Kitronit dhe ata të Nahalolit, kështu Kananejt banuan në mes të tyre, por ju nënshtruan sklavërisë. As Asheri nuk i doboi banorët e Akosit, as banorët e Sidonit, as ata të Ahlabit, të Akzibit, të Helbahut, të Afikut dhe të Rehobit. Kështu bijtë e Asherit u vendosën në mes të Kananejve që banonin në këtë vend, sepse nuk i dobuan. As Neftali nuk i doboi banorët e Beth Shemeshit dhe ata të Beth Anathit, dhe u vendosën në mes të Kananejve që banonin në këtë vend. Por banorët e Beth Shemeshit dhe të Beth Anathit ju nënshtruan sklavërisë. Amorejt i detyruan bijtë e Danit që ndronin në krahinën malore dhe nuk i lanë të zbresin në lugin. Amorejt ishin vendosur që ndronin në malin Heres, në Ajalon dhe në Shalbim, por kur dora e shtëpisë e Jozefit u fuqizua, ata ju nënshtruan sklavërisë. Kufiri i Amorejve shtrihej nga përpjeda e krabimit nga sela e lartë.
Veprat e apostujve, kapitulli 5. Kurse një far burri, me emër Anania, me gruan e vet Safira, shiti një pronë, por mbajti për vete një pjesë të fitimit me miratimin e gruas dhe e çoi pjesën tjetër dhe e vuri të këmbët e apostujve. Por Pietri i tha: Anania, pse Satani të mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash një pjesë të fitimit të vendit? Po të mbedhe e pashitur, a nuk do të ngelte e jotja? Edhe pasi u shit, a nuk ishte në pushtetin tënd? Pse shtive në zemër këtë gjë? Ti nuk gënjeve njerëzit, por Perëndin. Kur i dëgjoi këtë fjalë, Anania ra për tokë dhe dha shpirt. Dhe një frikë e madhe erdhi mbi të gjithë ata që i dëgjuan këtë. Atëherë u ngritën të rinjt, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht 3 orë më vonë hyri gruaja e tij, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. Por Pietri ju përgjigj asaj: Më thuaj, a e dha atë vendin për kaq? Por ajo tha: Po, për aq. Atëherë Pietri tha: Pse u morët vesh që ta tundoni frymën e Zotit? Ja, këmbët atyre që varrosën burrin tënd janë te dera dhe do të mbartin jashtë edhe ty. Dhe me njëherë ajo rate këmbët e tij dhe dha shpirt. Dhe të rinjt si hyn e gjetën të vdekur dhe si e mbartën jashtë e varrosën pranë burrit të saj. Dhe erdhi frikë e madhe mbi gjithë kishën dhe mbi gjithë ata që i dëgjonin këto. Dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në popull nëpërmjet duarve të apostujve. Dhe të gjithë me një mendje të vetme mblidheshin në portikun e Salomonit. Dhe asnjëri nga të tjerët nuk guxonte të bashkohej me ta, por populli i lartësonte. Por Zotit i shtohej një numër gjithnjë më i madh besimtarësh, turma burrash dhe grash, aq sa i binin të sëmurët në rrugë, i vinin në shtroje dhe në shtretër, që kur të kalonte Pietri, të paktën hija e tij të mbulonte ndonjëri nga ata. Por dhe një turm nga qytetet përreth mblidheshin në Jeruzalem dhe sillte të sëmurë dhe ata që mundoheshin nga frymra të ndyra dhe të gjithë shëroheshin. Atëherë u ngrit kryeprifti dhe të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti i saducejve, dhe u mbushën me smir dhe vun duart mbi apostujt dhe i futën në burg publik. Por një ëngjëll i Zotit natën i hapi dyert e burgut dhe i nxori jashtë e tha: Shkoni, paraqituni në tempull dhe i flisni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete. Dhe ata si i dëgjuan këto, hyrën në tempull kur zbarte dita dhe dhanë mësim. Por kur erdhi kryeprifti dhe ata që ishin me të, thirrën bashkë Sinedrin dhe të gjithë pleqtë e bijve të Izraelit, pastaj dërguan rojtarët në burg për t'i sjellë apostujt. Por rojtarët kur arritën nuk i gjetën ata në burg, dhe kur u kthyen njoftuan duke thënë: Ne e gjetëm burgun të mbyllur, me çdo siguri dhe rojat jashtë duke qëndruar përpara dyrëve, por kur i hapëm nuk gjetëm asnjëri brenda. Por prifti, komandanti i rojave të tempullit dhe kryepriftrinjt, kur i dëgjuan këtë fjalë, u hutuan nga ato dhe menduan se ç'do të bëhej vallë. Por erdhi dikush që u raportoi atyre duke thënë: Ja, burrat që ju i futët në burg janë duke qëndruar në tempull dhe po mësojnë popullin. Atëherë komandanti shkoi me rojtarët dhe i solli pa dhunë, sepse kishin frikë nga populli se mos i vriste me gur. Kështu pra i sollën dhe i paraqiten përpara Sinedrit dhe kryeprifti i pyeti, duke i thënë: Po, a nuk ju kemi urdhëruar rreptësisht të mos mësonin atë emër? Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu. Por Pietri dhe apostujt duke u përgjigjur thanë: Duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Perëndia i jetërve tanë e ringjalli Jezusin, të cilin ju e vrat duke e varur në dru. Ato Perëndia e lartësoi me të djathën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendim dhe falje të mëkateve. Dhe për këto fjalë ne jemi dëshmitarë të tij, si dhe fryma e shenjtë të cilën Perëndia u dha atyre që i binden atij. Kur i dëgjuan këto, ata u turbuan dhe bën këshill t'i vrasin. Por një farise me emër Gamaliel, mësuesi i ligjit dhe i nderuar nga gjithë populli, u ngrit në Sinedër dhe urdhëroi të nxirren jashtë apostujt për një kohë të shkurtër. Pastaj u tha atyre Sinedrit: Burra Izraelit, mendohuni mirë për atë që do të bëni këtyre njerëzve, sepse përpara këtyre ditëve u ngrit Teuda,
duke thënë se ishte dikush. Këtij u ngjitën një numër i madh burrash, afër 400, por ai u vra dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan dhe u azgjësuan. Pas tij, në ditët e regjistrimit të popullit, u ngrit Juda Galileas, që tërhoqi pas vetes shumë njerëz, edhe ai humbi dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan. Tani, unë po ju them të rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet. Por nëse është prej Perëndis, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendeshit në luftë kundër vetë Perëndis. Dhe ata ja vun veshin. Dhe mbasi i thirrën apostujt, i rrahën dhe u dhan urdhër të mos flasin në emër të Jezusit, pastaj i liruan. Kështu, ata u larguan nga faqja e Sinedrit, duke u gëzuar sepse qenë çmuar të denj të fyhen për emrin e Jezusit. Dhe çdo ditë në tempull dhe nëpër shtëpi, nuk pushonin duke mësuar dhe duke shpallur lajmin e mirë, që Jezusi është Krishti. Jeremia, kapitulli 14. Fjala e Zotit që ju drejtua Jeremias me rastin e thatësirës. Juda është në zi, dhe portat e qyteteve të saj lëngojnë. Mbajnë zi për vendin dhe britma e Jeruzalemit ngjitet deri në qiell. Fisnikët me styre dërgojnë të rinjtë e tyre për të kërkuar ujë. Këta shkojnë në sternat, por nuk gjen ujë dhe kthehen me enet e tyre bosh. Janë plot me turp dhe të hutuar dhe mbulojnë kokën e tyre. Toka është plot me të çara sepse nuk ka pasur shi në vend. Bujqit janë plot me turp dhe mbulojnë kokën e tyre. Edhe suta pjell në përfusha, por i braktis të vegjlit e saj sepse nuk ka bar. Gomeret e egër ndalen në lartësi dhe nuhasin ajrin si çakejt. Sytë e tyre janë të shuar, sepse nuk ka bar. Edhe nëse pautësit tona dëshmojnë kundër nesh o Zot, vepro për hir të emrit tënd, sepse rebelimet tona janë të shumta. Kemi mëkatuar kundër teje. O shpresë e Izraelit, shpëtimtari i tij në kofat keqësie, pse të jesh në vend si një i huaj, si një udhëtar që ndalet vetëm për të kaluar natën? Pse të jesh si një njeri i tronditur, si një njeri i fortë që nuk mund të shpëtojë? Megjithatë ti je në mes nesh o Zot, emri yt përmendet mbi ne, mos na braktis. Kështu i thot Zoti këtij populli. Atyre u pëlqen me të vërtetë enden, nuk i përmbajnë hapat e tyre, prandaj nuk i pëlqejnë Zotit. Tani i kujton pavësinë e tyre dhe dënon mëkatet e tyre. Pastaj Zoti më tha: mos u lut për këtë popull për mirëqenien e tij. Edhe sikur të agjërojnë, nuk kanë për ta dëgjuar thirrjen e tyre. Në rast se bëjnë holokauste dhe oferta ushqimesh, nuk kanë për t'i pëlqyer, por do t'i zhduk me shpatën, me urinë dhe murtajën. Atëherë thash: "Oh Zot, Zot, ja profetët u thonë atyre, ju nuk do të shikoni shpatën dhe nuk do të vuani nga uria, por do t'ju jap një paqe të sigurt në vend." Zoti më tha: "Profetët profetizojnë gënjeshtra në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar, nuk u kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam folur me ta. Ata ju profetizojnë një pamje të rrem, një parashikim të kodë dhe mashtrimin e zemrës së tyre. Prandaj kështu thot Zoti për profetët që profetizojnë në emrin e tij, pa qenë të dërguar nga unë dhe shpallin, nuk do të ketë as shpatë as uri në këtë vend. Këta profetë do të zhduken nga shpata dhe nga uria. Sa për popullin të cilit i kanë profetizuar, do të hidhet në rrugët e Jeruzalemit për shkak të urisë dhe të shpatës, dhe nuk do të ketë asnjëri që t'i varros ata, gratë e tyre, bijt dhe bijat e tyre. Kështu do të hedh mbi ta ligësinë e tyre." U thuaj atyre pra këtë fjalë: "Le të derdhin lot ditë e natë sytë e mi pa pushim, sepse bija e virgjër e popullit tim u godit nga një fatkeqësi e madhe, nga një plagë e thellë. Në rast se dalë në përfusha, ja të vdekurit nga shpata. Në rast se hyjnë në qytet, ja ata që vuajnë nga uria, madje dhe profeti dhe prifti i vinë rrotull një vendi që nuk njohin. Valla e ke hedhur poshtë plotësisht Judën, ose je neveritur nga Sioni, ke goditur dhe nuk ka shërim për ne? Ne prisni paqen, por nuk ka asnjë të mirë, një kohë shërimi, por ja, tmerri. O Zot, ne pranojmë ligësinë tonë dhe paullsinë e etërve tanë. Po, kemi mëkatuar kundër teje. Mos na hidh poshtë për hir të emrit tënd, mos turpëro fronin e lavdisë sate. Mbaje mend, mos e prish beslidhjen me ne. Midis idhujve të kohë të njerëzve, a ka vallë ndonjë që mund të sjellë shiun, ose a mund të jap qielli shira të bollshëm? A nuk je ti pra o Zot Perëndia ynë? Prandaj ne shpresojmë te ti, sepse ke bërë tërë këto gjëra." Mateo, kapitulli 28. Por pas shabatit, kur po zbardhte dita e parë e javës,
Maria Magdalena dhe Maria tjetër erdhën për të parë varrin. Dhe ja, ra një tërmet i madh, sepse ëngjëlli i Zotit zbriti nga qielli, erdhi e rrokullisi guri nga hyrja e varrit dhe ul mbi të. Por pamja e tij ishte si vetëtima, dhe veshja e tij e bardhë si bora, dhe nga frika e tij rojet u drodhen dhe u bën si të vdekur. Por ëngjëlli duke ju përgjigjur grave u tha atyre: Mos kini frikë, sepse e di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua. Ai nuk është këtu, sepse u ringjall sikurse e kishte thënë. Eja ni shikoni vendin ku ishte shtrirë Zoti. Dhe shkoni shpejt të thoni dishepujve të tij se ai u ringjall prej së vdekurish. Dhe ja po shkon përpara jush në Galile, atje do ta shihni. Ja, ju a thash. Dhe ata u larguan me të shpejt nga varri me frikë dhe me gëzim të madh, dhe rendën ta çojnë lajmin te dishepujt e tij. Dhe ndërsa po shkonin për të thënë dishepujve, ja, Jezusi u doli përpara dhe tha: Përshëndetje. Por ato u afruan, i rrokën këmbët dhe e adhuruan. Atëherë Jezusi u tha atyre: Mos kini frikë. Shkoni të lajmëroni vëllezërit e mi që të shkojnë në Galile dhe atje do të më shohin. Ndërsa ato po shkonin, ja që disa nga rojet arritën në qytet dhe njoftuan kryepriftrinë për të gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe këta u mblodhen me pleq dhe bën këshill e vendosën t'u japin ushtarëve mjaft monedha argjendi, duke u thënë atyre: Thoni, dishepujt e tij erdhën natën dhe e vodhën, ndërsa ne po flinim. Dhe në qoftë se kjo i shkon në vesh qeveritarit, ne do ta bindim dhe do të bëjmë që ju të mos kini shqetësim. Dhe ata i morën monedhat e argjendit dhe bën ashtu si i kishin mësuar, dhe kjo e thënë u përhap ndër judejt deri ditën e sotme. Pastaj, të 11 dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi, dhe kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan. Dhe Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj të gjithë kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë, duke i mësuar të mbajnë të gjitha sa jo kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen.